Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizëm, gjatë ditës së djeshme, më saktësisht më 2 prill, në komunën e Likovës, është organizuar një aktivitet sensibilizuese me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për personat me autizëm dhe nevojën për përfshirjen e tyre në shoqëri. Ky aktivitet është realizuar nga organizata kulturore humanitare Merhamet, sektori i mjekësisë, në bashkëpunim me shoqatën edukative Vlera, të cilët theksuan rëndësinë e mbështetjes institucionale dhe shoqërore për këtë kategori. Të pranishmit shijuan një program të larmishëm artistik dhe argëtues, ku nuk munguan këngë, valle, vizatime dhe lojra të ndryshme, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe kryetari i komunës së Likovës, Erkan Arifi, i cili me pjesëmarrjen e tij mbështeti këtë nismë dhe rëndësinë e mesazhit që ajo përcjell. Komuna e Likovës në bashkëpunim me shoqatën edukative Vlera, në bashkëpunim me qendrën për personat me aftësi të veçanta, si dhe me shoqatën humanitare Merhamet, kemi organizuar një takim të përbashkët, ku bashkarisht ja japmi besën njëri tjetrit, se të gjithë njerëzit jemi të njëjtë, të gjithë njerëzit jemi të barabartë, dhe duhet të mundohemi në maksimum që të ndryshojmë kushtet rregullore. Ndërkaq, defektologu dhe njëherëshe përfaqësuesi i shoqatës edukative Vlera, Berat Duraku, tha se këtë organizim e kanë bërë nën motën mos më thirr në diagnozë, por thirrëm në emër dhe se dielli lind për të gjithë njëjtë. Mesazhi ishte interveno tash që nesër të kesh më lehtë. Interveno herët sepse koha është e ardhur dhe intervenimi në kohë është gjëja më e vlefshme e këtyre fëmijëve. Po, çdo herë kam thënë sepse kjo është vetëm fillimi ynë, ne do të vazhdojmë deri atëherë kur ne mendojmë sepse këta fëmijë kanë nevojë. Kjo është vetëm një fillim i cili na tregon sepse rruga është e gjatë, por qëllimi është i lartë. Organizatorët e theksuan se aktivitetet të tilla janë thelbësore për ndërtimin e një shoqërie më të vetëdijshme dhe gjithëpërfshirëse, duke apeluar për vazhdimin e angazhimeve konkrete në mbështetje të personave me autizëm. Ata shprehin gatishmëri për të vijuar me iniciativa të ngjashme edhe në të ardhmen, me synim që çdo individ të ketë mundësi të barabarta për pjesëmarrje dhe zhvillim në jetën shoqërore.